I nderuari kryetar I komunës së Jonikut, Zotri Rushdi Shehu. Përfaqësues të Agjencisë për Menaxhimin e Monumenteve dhe Komplekse Memoriale, të nderuara familje të heronjve, dëshmorëve, martirëve, të nderuar invalid dhe veteran të ushtrisë lirimtare të Kosovës, përfaqësues të shoqatës Shqiponia të Arta, zonja Raimonda Melecka, të nderuar përfaqësues të organizatave të dalura nga lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës, të nderuar përfaqësues të institucioneve të Republikës së Kosovës, të nderuar mysafir, zonja dhe zotri. Mirë se keni ardhur në këtë ditë përkujtimore ku jemi mbledhur për t'i nderuar dhe për kujtuar me respekt të thellë sakrificën sumblime të luftetarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, të cilët me 17 dhe 18 korrek të vitit 1998 në rasën e Zogut dhanë jetën për lirinë e atë dheut. Njëkohësisht, sot shënojmë edhe një moment të veçantë zbulimin e pllakës përkujtimore të memorialit të rasës së Zogut, e cila do të mbetet një dëshmi e përhershme e heroizmit, sakrificës dhe amanetit të dëshmorëve tanë, duke u apërcjellë brezave të ardhshëm kujtesën dhe respektin për luftën çlirimtare të popullit tanë. Andaj, për t'i kujtuar të gjithë të renet, ju ftojmë të mbajmë 1 minutë heshtje. Lavdi. Tani, për fjalën e rastit, kam kënaqësinë të ftoj për ajosh kryetarin e komunës së Jonikut, njëherit akter I ngjarjes, Zotri Rushdi Shehu. Të dashura, familjet e heronjve, dëshmorëve, martirëve, invalidëve dhe veteranëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. I nderuar, mungesë është për mblevni ta përshëndes sepse bombesim shumë keq me qenë se Zoti Imer Hakaj, drejtori I agjencionit, ka një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm për ndërtimin e këtij kompleksi. I nderuar Zoti Yusuf Hoti, përfaqësues I shoqatës Shqiponia të Arta, të nderuar përfaqësues të institucioneve dhe organizatave të dalura nga lufta të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, të nderuar bashkëqytetarë të Jonikut, përfaqësues të organizatave të veteranëve të luftës të ushtrisë qlirimtare, Degan, Vushtri, Skenderaj, Istog, Deçan dhe Jonik, përfaqësues të policisë kufitare të Kosovës, përfaqësues të policisë të stacionit policor në Jonik, të nderuar pranishëm. Zonja dhe zotrinje, sot jemi mbledhur në këtë vend të rëndësishëm historik për të përkujtuar dhe nderuar sakrificën e luftetarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, të cilët me 17 korrik dhe 18 të vitit 1998 dhanë jetën e tyre për lirinë e vendit tonë. Rasa e Zogut mbetet një simbol I qëndresës dhe guximit të atyre që nuk u dorëzuan përballë sfidave më të mëdha, duke zgjedhur të luftojnë për një të ardhme më të drejtë dhe më të lirë për të gjithë ne. Rasa e Zogut, kjo pllakë përkujtimore që po vendosim sot, është një dëshmi e përhershme e përkushtimit dhe idealit të tyre, një kujtesë që na fton të mos harrojmë kurrë rrugën e vështirë drejt lirisë. Me respekt dhe mirënjohje të thellë, përulemi para kujtimit të dëshmorëve dhe shprehim falëndërim të sinqert për familjet e tyre, të cilat partën me dignitet barrën e sakrificës. Me respekt dhe mirënjohje është përgjegjësia jona që në këtë trashëgimi ta ruajmë dhe ta përcjellim tek brezat që vijnë si një udhërrëfys për të ardhmen, si një kujtesë për vlerat mbi të cilat është ndërtuar shteti ynë.
qoftë i paharruar kujtimi i dëshmorëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, lavdi për jetë atyre që dhanë gjithçka për lirinë. Faleminderit. E falenderoj kryetarin e komunës së Junikut për fjalën, zotri Rushdi Shehun, ndërsa për historiatin e ngjarjes ftoj profesorin e historisë, zotri Beqir Keqine. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotri, të nderuar përfaqësues të institucioneve lokale dhe qendrore, i nderuar kryetari i komunës së Junikut, zotri Rushdi Shehu, organizatat e dalura nga lufta ushtrisë lirimtare e Kosovës, familjet e dëshmorëve, invalid dhe veteran të luftës. Të nderuar anëtar të shoqatës Shqiponia të Arta, i nderuar kryetari i kësaj shoqate zotri Isofoti, të nderuar të pranishëm, të nderuar organizatat e dalura nga lufta Dega në Drenaz dhe në Skënderaj, i nderuar kolonel Musligeci. Sot jemi këtu në këtë akademi përkujtimore për të përkujtuar një nga ngjarjet mjaft të rëndësishme të historisë së luftës sonë të ushtrisë lirimtare. Fundi i shekullit e kaluar shënoi ngjarje të rëndësishme për historinë e Evropës juglindore dhe konkretisht Ballkanit perëndimor. Ashtu quajtura Jugosllavi, në krye me kasabën e Ballkanit Slobodan Milošević, në fillim të viteve të 90-ta, kishte filluar dhunën, torturën, burgosjen dhe keqtrajtimin e shqiptarëve. Por edhe më parë, shqiptarët nuk kishin qenë të nënvlerësuar pas përfundimit të luftës së dytë botërore të vitit 1945 dhe pas luftës nacionale shërimtare të Shqipërisë dhe vitet të 90-ta shënuan kulmin dhe kjo ishte e papranueshme për një popull autokton që nuk doron robërim. Kosova saj kohë kishte formuar edhe parti politike demokratike, siç ishte Lider Demokratike e Kosovës, me lider doktor Ibrahim Rugova, për të përfaqësuar vullnetin e popullit, por kërkesat nuk merrshin parasysh. Nga Beogradi së rezultati i kësaj formoi edhe lëvizje të ndryshme që do të merrshin konkretisht me idenë dhe formimin e një ushtrie e cila do të buroj nga vullneti i popullit dhe do t'i dalë ballë vendit dhe do të mbrojë trojtë stërgjyshore dhe do të informon botën ndërkombëtare për dhunën barbare. Në vitet 1990, me 2 korrik, u shpall pavarësia e Kosovës si një kërkesë imperative e kohës, ndërsa Serbia filloi të përdorte forcën shtypse dhe gjenocidin të burgos, përndjek, vras, patriotë intelektual të shquar. Tani vendi ynë u gjend në mizerim e një armiku të paskrupull. Shumë zyrtarë të institucioneve tani pas kësaj gjendje të formuar filluan të lëshuan vendin e punës, rasti më eklatant është tek mësimdhënës të cilat punuan në kushte shumë të vështira dhe i shndruan shtëpit në shkolla. Viti 1997, përkatësisht një tetori, në vend që studentët i gjenë në universitet, ata dolën në rrugë për të kërkuar të drejtat e vendit. Tani studentët morën në duar barën historike që ju takon e që e larmuan botën së bashku me ta edhe profesor të nderuar. Tani vetëm sa hym në rrugën e pakthim drejt aspiratave shkollore ku me 28 nëntor të vitit 1997 pas vrasjes së arsimtarit të gjuhës shqipe, Alit Geci, doli në skenë ushtria shërimtare e Kosovës me në krye komandantin legjendar Adem Jashari. Dhe nga Drenica u bë me dije se tani filloi një epokë e re. Tani të gjithë ata që dëshironin të kontribuonin për lirinë e vendit e kishin një adresë, dhe ajo quhej UÇK. Ditë pas dite, aksionet e UÇK-s vetëm sa po intensifikoheshin dhe po merrin formë dhe përmbajtje. Më çetnikët serb nuk po flinin të qetë, as nuk po patrullonin lirshëm tani në territorin e Kosovës dhe aty po dëgjohej pushka e Adem Jasharit dhe ushtrisë shërimtare të Kosovës. Mizeria filloi në Kosovë, zbarkuan me qindra e mira forcat të armatosura me armatim më sofistikuar i kohës.
që shtypnin kryengritjet shqiptare. Me 28 shkurt, pas një aksioni të UÇK-s të 6 lisat e Likoshanit, ku forcat serbe pesuan humbje në personel policor dhe mjete ushtarake, Serbia msyu në fshatrat Likoshan, Qires me mjetet të blinduara deri në përdorimin e tankëve, duke mos u ndalur dhe duke u munduar ta shuajnë rezistencën e UÇK-s dhe shtim mbi fëmijë, pleq, gra e burra civil. Nuk shkoi kohë gjatë, Serbia dhe aparati i saj shtetëror kriminal u organizuan. Tani cak i saj ishte Drenica, konkretisht Prekazi. 5 marsi filloi sulmi në shtëpinë e komandantit legjendar Adem Jashari. Aty u rezistua deri në pafundësi. Dhe Prekazi pashtrua dhe rezistencës i Ahmet Delis e Milatit e Tahirmes, aty gërshëtuhen ideali i brezave të cilët mbrojtin vendin deri në pikën e fundit të gjakut. Rezistenca e familjes Jashari me Ademin, Hamzën, Basi Shaban, me Dajen Osman, nënën Zahide me gra fëmijë, ishte shembulli më unikat në botë se si një familje e tërë u radhet në luftën për liri dhe tani po bëhen themet të lirisë në atë që quhet UPP-ja e UÇK-s. Po në mars të vitit 1998, Serbia drejtoi tytat e zjarrit dhe paramilitarët serb drejt Dugaxhinit, përkatësisht në Glogjan, me qëllim dhe direktiva të qarta ta shuanin kryengritjen e armatosur të familjes Haradinaj. Tërë ditë u luftua ball për ball me forcat serbe, rezistenca nuk u shua. Nuk u dorëzuan kullat e Dugaxhinit as luftetarët si patrambur, edhe pse me plak të rënda komandanti Ramush Haradinaj arriti t'i shpëtoi së bashku me vëllezërit e tij dhe babin Helmiun. Serbia pas ngjarjes të Glogjanit në Dugaxhin e kuptoi mirë dhe e mori mesazhin e qartë: krejt Kosova është UÇK. Gjitha këtë ngjarje ngjallën vëmendjen e madhe si brenda dhe jashtë vendit. Tani rinia e Kosovës ditë prej dite po kyçen në radhët e ushtrisë shërimtare. Pasi pranvera u lau me gjak në verën e vitit 1998, ishin bërë shumë plane dhe organizime masovike për rritjen e rezistencës kundër Serbisë. Arterja kryesore e furnizimit me armatim ishte rruga për në Shqipëri dhe tani grupet e vogla të mirë organizuar kishin kaluar kufirin duke sjellur armatim për në Kosovë. Por në fillim të korrikut të vitit 1998, numër i madh interesuar për të kyçur në ushtrinë shërimtare ishte jashtëzakonshëm. Tani filloi mobilizimi më i madh i paparë ndonjëherë dhe me datën 2 dhe 3 korrik. Qindra të rinj, Drenica, Lopri, Gulloko, Anamorova, Anadrine, gjithë Kosova morën rrugën për në Shqipëri. Të nderuar të pranishëm, sot ne po i kujtojmë një nga datat më të rëndësishme të luftës së lavdishme, ku ndodhi mobilizimi i UÇK-s. Me datën 2-3 korrik filluan grupe vullnetare nga borë vendit të mëshin rrugën drejt Shqipërisë me urdhër të Sulejman Selimit. Përgjegjës i këtij rrugtimi ishte Bekim Berisha Abeja, Bedri Shala, ndërsa grupi të vullnetarëve Drenicës ju printe Rasim Kiçina dhe Musligeci. Vullnetarët arritën në Glogjan dhe rreth datës 4 korrik të vitit 1998, aty pushuan një natë të nesme nën përkujdesin e komandantit të zonës, Ramush Haradinaj, u përcaktuan personat shoqërues për grupin e vullnetarëve. Rruga ishte e gjatë dhe e mundishme. Armiku kishte fortifikuar pozicionet në kufirin shqiptar. Numri i vullnetarëve ishte i madh që shkonin për të armatosur me vete barnin edhe kafshë si kuaje gomor, të cilat kafshi përdonin për transport e armëve. Brezi kufitar ishte i vështirë, i kalushëm, për me datën 5 korrik. Mbërritën e trupoj pavarësisht vështirësive, lodhjeve dhe lëndimeve nga rruga dhe shkrepat e të pakapërcyeshme të kufirit. Vullnetarët po pushonin dhe po prisin për të armatosur, por pritjet ishin të mëdha, më shumë se sa ishte planifikuar, sepse ishte paraqitur disa vështirësi duke qëndruar, atëherë u bë qëndrimi i padurueshëm. Grupet e vullnetarëve ishin ndarë në përgazema të improvizuar si në Babin, Bajramcor, Popaj, Kalimash,
trupoi rreth datës 12 korrik vullnetarët morën armatimin derisa qëndruan deri me datën 16 korrik, ku morën rrugën për në Kosovë të së ngarkuar me armë me municion me rreth 40 kg bisupe dhe me kafshë të ngarkuar morën rrugën drejt Kosovës, gjithçka shkoi sipas planit. Deri pas mesnate ku grupi i ranë prit tek rrosa Zogut rreth orës 2 pas mesnate. Një pjesë kishin arritur të dilnin pavëve në re nga rojet kufitare, ndërsa pjesa tjetër me shumë se 1000 ushtar mbeten grupe në kufi, ndërsa vetëm 1/3 arriti të kaloj kufirin. Pjesa tjetër e mbetur u ballafaquan me armikun shekullor serb të rrosa Zogut në luftimin mbetën të vrarë rreth 40 ushtar të UÇK-s, mbi 116 të plagosur pasi u gjenden në pritën e armikut. Ushtarët e plagosur mbeten në vend luftim derisa të nesërmen rreth orës 7 të mëngjesit, kur pranë tyre arriti Bekim Berisha me disa luftetarë si Bedri Shala, Rasim Kiçina dhe të tjerë, kur erdhën në përforcim dhe hyrën në thellësitë e pikave të armikut dhe u bën një betejë me shkëmbim zjarri e sipër, mbetën ushtar general serb të vrarë. Por serbët ndaluan zjarrin dhe u krijuan kushte për tërheqjen e të plagosurën, ndërsa për tërheqjen e të plagosur përkujdesen reportet e emergjencës ushtarake të Shqipërisë edhe me helikopter dhe grupa u detyruan gjysma të dalin në Kosovë dhe pjesa tjetër u kthyen me të plagosur në Shqipëri. Kontribut të veçantë për deportimin e ushtarëve në Kosovë dhanë Unikasit, të cilët pasi e njihnin më mirë terrenin kishin marrë përgjegjësi në këtë proces mjaft të vështirë. Të nderuar të pranishëm, për të kujtuar dhe mos harruar asnjëherë këtë ngjarje me një karakter historik si dhe një betejë aq të madhe që u zhvillua në luftimet pra betejë të Krosa Zogut, pas lufte me iniciativë të Isuf Hotit u themelua një shoqat që kujton dhe nderon gjithë të pranishmit në atë betejë. Kjo shoqat quhet Shqiponia Arta dhe bën një punë mjaft të rëndësishme për të përkushtuar një ngjarje aq të madhe dhe një betejë si kjo, ku mbi 1000 vullnetar u gjendën në pritën e armikut serb. Tani shoqata nëmron rreth 500 antar, të cilët janë të identifikuar si pjesëmarrës të kësaj betejë, janë identifikuar 13 dëshmor dhe 10 të plagosur që sot bojnë me kënaqëri plagët e lirisë, si dëshmi që liria u pagua me pikat e gjakut dhe gjymtyret e trupit, lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit, derë e respekt invalidëve dhe veteranëve të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Faleminderit. Falenderoj profesorin Kiçina, ndërsa për një fjalë përshëndetëse në emër të shoqatës Shqiponiat e Arta ftoj Isuf Hoti. I kam 3 minjoja që të shpëndoj. Graj minjoja që e ftoj kryetaren e komunës në dëshejë së në mjë. Eftoja agjencionin që e ka po këtë komplex të vendi me njoje. Nëse janë një nëse që në mërë të kushpeshë shote. A vëllë në mëna të të. Si grup Shqipona të Arta që e kënë gjithë në 2022 që jenë përbu se shumë, ftoj të kontener minjojen në amën grupit. Për këtë komplex të që bu folë, kontributor tonë asat është
lapidarja, kompleksi që është për dëshmuar. Ftoj mos të gjejë më në vaj. I falenderoj të gjitha familjet të dëshmorëve, e falenderoj për këtë problem madhështor të që këtë kompleks që u bon këtu mundim e gjak e sakrifik, që sot këtë kompleks me mundim sot u bon këtu për këta dëshmorë. Këtu janë 13 dëshmorë që dije tash ku janë, edhe 27 nuk dije për fatin e tyre. Janë përmi 200 largast. Lavdi gjithë dëshmorëve, lavdi komandantët legjendara Adel Jashaj, lavdi Dugazimit, lavdi gjithë Kosovë. Falenderoj Zotri Hotin, të nderuar të pranishëm. Tani ju ftoj të marrin pjesë në zbulimin e pllakës memoriale kushtuar dëshmorëve të rënë me 17 dhe 18 korrekt të vitit 1998, këtu në rasën e Zogut. Në këtë akt solem, ftoj kryetarin e komunës së Jonikut, Zotri Rushdi Shehun, Istuf Hotin, Muzli Gecin, udhëheqësin e grupit, Selman Zogaj dhe Ramadan Ademin, i cili ende nuk e din varrin e djalit. Ndërkohë nga gjithë dhe përfaqësuesit ka agjencioni e përshëndesin dhe falenderojnë shumë që është pjesë e këtij eventi. Rënio që shto që është zbulu të vënë një fotografi, pare... Që të përma, thali? Që të përma? Tash mund në që dëvën.